Melia Durrës shënon një moment historik për turizmin shqiptar. Për herë të parë në brigjet e Adriatikut, mbi plazhin e resortit me 5 yje, valvitet flamuri blu. Certifikimi ndërkombëtar që dëshmon përmbushjen e standardeve më të larta në cilësinë, sigurinë dhe menaxhimin e qëndrueshëm të destinacioneve bregdetare. Ne jam shumë e kënaqur sot si operator kombëtar të jem të Melia Durrës për ngritur flamurin blu. Është një program ndërkombëtar më i njohur në fakt në botë për të vlerësuar e certifikuar turizmin e qëndrueshëm e bregdetar. Sot Melia për herë të parë bashkohet familjes së madhe botërore të Blue Flag dhe është destinacioni i parë në Adriatik në bregdetin shqiptar dhe i dyti në bregdetin shqiptar që ngre flamurin blu. E vlerësoj shumë dhe përgëzoj gjithë stafin e Melia Durrës për gjithë përkushtimin për të përmbushur të gjitha kriteret e për të mbajtur lart standardin turistik për gjatë gjithë sezonit. Ky vlerësim prestigjioz e pozicionon Melia Durrës në rjetin global të më shumë se 5.000 destinacioneve të certifikuara me Blue Flag, një çmim që rezervohet vetëm për plazhet dhe resortet që përmbushin kriteret më të larta ndërkombëtare të shërbimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Well, we are very happy to become the first. Jemi shumë të lumtur që jemi të parët në Adriatik që kemi flamurin blu. Për ne është një nder ta kemi këtë flamur. Kemi bërë një investim shumë të mirë. Sfidi ishte të bësh disa investime, të ofrosh shërbimin e duhur dhe ta bësh plazhin të aksesueshëm për të gjithë. Flamuri blu është njohja më e rëndësishme që mund të kesh si plazh në të gjithë botën dhe të gjithë e dinë këtë. Me flamurin blu që valvitet mbi vijën e tij bregdetare, Melia Durrës kurorzon një vizion të ndërtuar mbi ekselencën, investimin afatgjatë dhe mikpritjen e nivelit më të lartë. Më shumë se një certifikim, kjo është një dëshmi se turizmi shqiptar është afirmuar tashmë si pjesë e hartës së destinacioneve premium të mesdheut, aty ku cilësia nuk është objektiv, por standard.